Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për situatën në Luginën e Preshevës, për shqiptarët atje, për një delegacion të përbërë nga 2 kongresmen amerikanë që kanë vizituar komunitetin shqiptar atje për të parë nga afër me syhallet dhe problemet e tyre, por çfarë vendosën konkretisht dhe çfarë doli nga kjo vizitë, do të flasim me gazetaren kolegen Ardita Peluli. Ardita, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Çfarë u deklarua pas përfundimit të këtij misioni të kongresistëve amerikan në Luginë? Po, normalisht që për qytetarët e Luginës Preshevës dhe për lidershipin shqiptar në Luginë Preshevës, vizita e 2 kongresistëve amerikan ishte e mirë se ardhur. Kjo vizitë ishte paralajmëruar fillimisht në shtetet e rajonit, duke filluar nga Bosnia, më pastaj delegacioni amerikan kanë vazhduar në Serbi, ku kanë realizuar disa takime me përfaqësues institucional. Vlen theksohet se kongresistët amerikanë nuk janë pritur nga kryeparlamentarja Ana Brnabić. Më pastaj delegacioni ka vazhduar në Serbisë, në komunë Preshevës, ku pati takime me 2 kryetarë të komunave Preshevë dhe Bujanoz, me deputetin popullor, me zëvendës kryetar të komunës, me kryetar të kuvendit dhe me kryetarin e Këshillit Nacional të Shqiptarëve. Lidershipi shqiptar i Luginës Preshevës pati mundësi që disa minuta të ndajë me kongresistët amerikanë dhe ndajnë shqetësimin e tyre për shqiptarët në Luginë Preshevës. Temë diskutimi fillimisht ishte pasivizimi, shlyerja nga regjistri civil i shqiptarëve që po bëhet në mënyrë sistematike nga shteti serb, mosnjohja e diplomave të Republikës së Kosovës, mos integrimi i shqiptarëve në institucionet shtetërore dhe tema të tjera akute. Edhe kongresistët gjatë një deklarate për media që kishin dhe janë shqetësuar për pozicionin e shqiptarëve në Serbi. Tani më delegacioni kanë vazhduar për në Republikën e Kosovës, të cilët do të, sipas agjendës së tyre, ata do të kontaktojnë dhe do t'i takojnë edhe serbët që jetojnë në disa komuna me shumicë serbe në Kosovë dhe për të bërë një paralelizëm se çfarë është statusi i serbëve në Kosovë dhe shqiptarëve në Serbi. Ne dim se dallimi është shumë i madh, shumë i dukshëm, sepse serbët në Kosovë janë mirë të integruar në institucione, ndërsa shqiptarët në Serbi numri i tyre është shumë i vogël, për të mos thënë gati se minimal. Kështu që vizita në fjalë vlen të theksohet se është iniciuar nga lobi shqiptaro-amerikan në Amerikë, duke ditur se përfaqësues partive politike Luginë Preshevës kanë realizuar disa takime, disa vizita në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vizita ato që janë financuar nga Republika e Kosovës, nga qeveria e Kurtit, duke ndarë mjete ekskluzivisht për vizitë delegacionit shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të lobuar dhe për të prezantuar pozitën e shqiptarëve. Ardita, kongresistët kanë deklaruar që i pam problemet aty, por nga komuniteti, nga shqiptarët atje, a ka shpresë, a ka besim se ndoshta ky mund të jetë treni i fundit që mund të bëjë diçka, pra amerikanët duke qenë se nga Tirana, nga Prishtina, nuk është se ka pasur ndonjë presion, edhe vendimi për konsullatën që u miratua, nuk e di a ka lëvizur diçka konkretisht që mund të bëhet aty. Po, është interesante se shqiptarët në Luginë Preshevës nuk themi se kanë humbur shpresat, por shumë pak shohin dritë në tunel, sepse kohëve të fundit dihet çfarë është pozicioni i tyre dhe fatkeqësisht ne i dimë çfarë është mundësia e Kosovës për të lobuar me negociuar për pozicionin e shqiptarëve apo për negociuar me Serbi. Në anën tjetër, kemi një Shqipëri që disi kohëve të fundit ka qenë shumë e heshtur për pozicionin e shqiptarëve. Edhe tek konsulata, hapja e konsulatës në qytetin e Bujanocit është një nismë që gati se 2 vjet ka filluar, është daporduar nga gjitha palët që të hapet, sepse është shumë e mirë se ardhur. Shqiptarët nuk duhet kalojnë mbi 400 km për të shkuar në kryeqendrën Beograd, në ambasadën shqiptare, por konsulata do të jetë një mundësi shumë e mirë për shqiptarët e Luginës Preshevës, por
ende nuk kemi hapa konkret. Se përket zgjidhjes problemeve ne e dim se kemi të bëjmë me një Serbi e cila po lëviz në disa karrige, në disa karta, herë me lindje, herë me perëndim. Kemi një Serbi që është e padëgjueshme, kërshi faktorit ndërkombëtar, kërshi Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe kemi të bëjmë me një Serbi e cila është orientuar ka Rusia dhe Kina. Serbia kur bëhet fjalë për shqiptarët në Lugin Preshevës dhe për raportet me Kosovë, Serbia çdo herë sillet sikur që është me vesh të shurdhër dhe kjo është një lëvizje e mirë. Shqiptarët e Luginës Preshevës si motiv kryesor dhe shpresë vetëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani pak muaj më parë është edhe që aprovimi i një rezoluti memorandumi për diskriminimin e shqiptarëve në Luginës Preshevës. Këtë 6 mujorin e fundit SBA, një ekip i specializuar, po monitorojnë nga afër diskriminimi që u bëhet shqiptarëve dhe po mbledhin informacione që ta kenë një raport sa më të mirë dhe sa më të sigurt. Ne shpresojmë që është momenti i fundit për zgjidhur problemet e kamofshme shqiptarëve në Luginë Preshevës. Por sigur e thatë dhe ju pak më lart edhe fakti që kryetarja e parlamentit Ana Brnabić nuk i ka pritur, është një parastërimi që çfarëdo që të shkruhet, Serbia vështirë që do ta marrë parasysh. Kongresistët amerikanë patën një takim me ministrin për pakica, ndërsa kryeparlamentarja ka refuzuar që të ketë një takim të tillë dhe nuk ka pas një deklaratë publike, një arsyetim përkundër asaj që mediat kanë kërkuar një sqarim pse nuk priten kongresistët amerikanë. Kjo është një paralajmërim dhe një sinjal jo i mirë i Serbisë, kërshi Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne e dimë çfarë janë qëndrimet e Serbisë dhe e vetmja shpresë e shqiptarëve mbetet që të negociohet dhe të shtyhet përpara dialogu në mes Prishtinës dhe Beogradit zyrtar dhe është një moment ku në tavolinën e bisedimeve të negociohet. Shqiptarët në Lugin janë peng të marrëveshjes Kosovë-Serbi. Po, sepse edhe ato marrëveshje pak që kanë qenë nënshkruar në mes të palës shqiptare, serbe dhe faktorin ndërkombëtar, edhe ato marrëveshje nuk janë respektuar nga Serbia. Edhe diçka të fundit, sa afërsisht mund të jetë numri i shqiptarëve që janë pasivizuar adresat në vitet e fundit? Mbi 1500 shqiptar janë pasivizuar në bazë të informacioneve zyrtare që kemi, por sigurisht që numri i tyre është shumë i madh dhe shkon diku deri në 4000 nga kontaktet që kemi bërë me shqiptarët në Preshevë, Bujanos dhe Medvegjë. Dhe ky avaz është duke vazhduar me efekt veçantë për shqiptarët e Luginës Preshevës të cilët punojnë në Republikën e Kosovës dhe për shqiptarët që i kemi diasporë. Pra total në Lugin 4000 de facto. Po, diku afro 4000. Ardita, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit juve.